Horoskopi ditor e Mërkur, 31 dhjetor 2025. Dashi. Ka shumë mundësi që lidhja juaj me partnerin të jetë më e qetë gjatë kësaj dite. Do t'i kuptoni gabimet e bëra dhe do të mundoheni t'i ndreqni ato një nga një. Beqarët do të realizojnë një takim në një vend që as nuk e prisnin. Shumë gjëra do të ndryshojnë në jetën e tyre. Sektori financave do të fillojë të konsolidohet ndjeshëm. Do të mblidhni disa para edhe për të ardhmen. Demi. Falyjeve sot do të keni një ditë shumë të bukur dhe të mbushur me emocione. Pasioni do të ndizet në momentet që nuk e prisnit. Shfrytëzoni çdo sekond. Beqarët do të jenë të papërqendruar dhe do të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Në planin financiar priten përmirësime të mëdha. Do t'i shlyeni të gjitha borxhet dhe do të jeni më të qetë kur të shpenzoni. Binjakët. Jeta në çift do të jetë e tensionuar sot për juve që jeni në një lidhje. Her pas here do të gjendeni edhe në situata shumë të vështira. Beqarët nuk do të ndihen as pak në humor për të joshur apo për të filluar një lidhje. Do t'ju duhet ende të presin dhe pak. Për financat do të jetë një periudhë delikate. Nuk do të arrini dot të kryeni as shpenzimet më të domosdoshme. Gaforia. Në jetën tuaj në çift do të ndodhin gjëra jo të mira sot. Shpeshherë do të gjendeni në vështirësi dhe do të mund të mendoni dhe të qëndroni për pak kohë larg. Beqarët do të kenë ditë të ekuilibruar edhe pse nuk do e fillojnë me njëherë lidhjen e menduar. Shumë shpejt do të ndodhë gjëja e shumë pritur. Në planin financiar do të kryeni dhe disa investime sepse situata do të jetë e këndshme. Luani. Sot do të keni një ditë aktive ju të dashuruarit. Do të reflektoni gjëra gjatë për gjithçka që keni kaluar dhe do të filloni të bëni plane edhe për të ardhmen. Beqarët do të afrohen gjithmonë dhe më shumë pas një miku të vjetër dhe mund të mendojnë t'ia shprehin ndjenjat në mbrëmje. Për financa do të jetë ditë e paqëndrueshme dhe shpeshherë do të gjendeni në vështirësi goxha të mëdha. Virgjëresha. Jeta juaj në çift do të jetë shumë herë më e qetë gjatë kësaj dite. Do i lini pas krave të gjitha debatet dhe problemet dhe do të mësoni si ta bëni çdo çast të jetës suaj dhe më të bukur. Beqarët do të bëjnë mirë të tregohen të matur pasi nëse pranojnë ftesat e të parit që do të josh, mund të pendohen më vonë. Në planin financiar do të ndiqni strategji strikte, që do e mbani situatën në qëndrueshmëri. Peshorja. Ditë mjaft e bukur ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Të gjitha dyshimet që keni pasur për partnerin do të shuhen dhe do e shihni me një sy tjetër të ardhmen. Beqarët do të preferojnë vetëm të joshin dhe të argëtohen për momentin. Nuk do të mendojnë asgjë për të ardhmen. Gjendja e financave do të jetë shumë herë më mirë nga më parë. Akrepi. Ditë premtuese do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ja kaloni mirë me partnerin dhe do të bëni plane për të ardhmen. Beqarët nuk duhet të ndryshojnë statusin dhe as që do të joshen nga propozimet që do t'ju bëhen. Në mendjen e tyre ka të tjera gjëra tepër të rëndësishme. Financat nuk do të jenë në gjendjen e tyre më të mirë dhe do t'ju duhet të hiqni dorë patjetër nga disa shpenzime. Shigjetari. Yjet do të ndikojnë negativisht gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe mund të lindin debate dhe mosmarrëveshje me atë që keni në krah. Beqarët do të kenë shumë pretendime dhe nuk do të arrijnë dot të ndryshojnë statusin. Po vazhduan kështu, kanë për të mbetur gjatë të vetmuar. Gjendja financiare ka për të përmirësuar shpejt pas gjithë masave që keni marrë. Britsjapi. Do të bëni dhe do të merrni deklarata të forta dashurie sot, ju që jeni në një lidhje, dhe çdo moment ka për të qenë mjaft emocionues. Beqarët do të jenë gati të bëjnë çdo lloj gjëje vetëm për të mos qëndruar më të vetmuar. Mundësitë do të jenë të njëpasnjëshme.
Në planin financiar do të kaloni vështirësi të njëpasnjëshme dhe do t'ju duhet të kërkoni ndihmë për t'ia dalë mbar me gjërat më të nevojshme. Ujori. Ditë e mirë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shfrytëzoheni sa të mundni dhe shprehini ndjenjat sa më shumë. Beqarët ka rrezik të pëlqejnë persona që kanë një lidhje dhe do të zhgënjehen pa mas. Në planin financiar do të lodheni paksa dhe do e kufizoni disi veten, por do të arrini më në fund të stabilizoni gjendjen. Këtë duhet ta kishit bërë prej kohësh. Peshqit. Ditë e shkëlqyer ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Bëni atë që ndjeni dhe mos mendoni se çfarë thonë të tjerët. Beqarët do të ndihen mirë edhe me statusin që kanë dhe nuk do të kenë as pak problem të qëndrojnë si janë. Ndonjëherë zgjidhja e dur është ja lësh gjithçka kohës. Financat do t'i organizoni më së miri dhe nuk do t'ju dalin të papritura.